Në harkun e 48 orëve në plazhet e Vlorës, një e re 29 vjeçare humbi jetën, teksa 3 persona të tjerë rrezikuan mbytje në det të shtunën dhe të dielën. Por ndërkohë që rastet fatale për jetën nuk mungojnë, në qytetin bregdetar në pikun e sezonit ende nuk ka siguri. Pushuesit thonë se në Bregdet kulla vrojtimi ka, por mungojnë vrojtuesit e plazhit. Duke parë që në Bregdetin e Vlorës pushojnë të moshuar dhe fëmijë, ata shprehen se prania e një vrojtuesi plazhi është tepër e rëndësishme. Sipas tyre, vrojtuesi shpëton jetë, ndaj duhet të jetë prezent në plazhet publike dhe private. Prej ditës që pushojnë në Bregdetin e Vlorës, tregojnë se kullat e vrojtimit janë në Bregdet, por ato janë të boshatisura dhe nuk ka asnjë person në to. Në përgjithësi moti dhe klima janë shumë mirë, të përshtatshme për plazh. Kushtet për plazh për pensionistët është bërë një padrejtësi e madhe si vjet. Kanë lënë 500 metra katrore këtu për 100 pensionistë dhe në të dy kratë kufizohemi me kanalet e ujrave të zeza. Të dalin nga pallati. Mungesë e madhe janë dhe vrojtuesit e plazhit. Mungojnë fare vrojtues, nuk ekziston. Ke parti vrojtues? Jo, fare. Unë kam një muaj i bëj plazhe dhe nuk kam parë asnjë vrojtues. Po për njerëzit që janë të papërgjeshëm, se unë për shembull nëse nuk di not, nuk mund të futem në thellësi të ka mundësi që të lash edhe aty në anë. Po që për fëmijët është shumë e domosdoshme që të ketë vrojtues. Ja, ata çdo vit ka pasur, si vjet nuk e di pse. Duket bashkia është shumë e fukarepsur kurse në lekët. Jo kryetarja që ka ardhur tash. Po çfarë nuk ndodh me moshat e treta. Ajo është e vërtet. Ndodh çdo gjë, një infrakta, një tutje, një tu. S'ka kur vjen ditë. Jo, në asnjë mënyrë. Mund të vini një shok nëse ndodhet aty javë, po të tjerët jo. Nga jeni? Nga Kuçova. Vini për herë të parë? Jo, kemi ardhur 3-4 vite për herë. Kemi 10 vjet që kemi në vend. Shumë mirë. Shumë. Ndryshim tërkohë mua shumë më duket. Ashtu si kam anveshën se kam i den fare. Po janë i bie ndonjëherë që për ta shpëtu ata për atë punë. Kjo kulla këtu, po nuk e di. Njerëz herë këtu tani herë nëse rim çik në tutje shikojmë andaj dhe prandaj nuk e kemi iden. Ka plot. Po unë për veten time në Vlorë gjithmonë mirë kam qenë, nuk kam pasur asnjë. Po për të tjerët? Po të tjerë mund të kenë, ka njëri pa rrezik. Qyteti na duket mrekulli. Pastërtia është, rregull është, uji i pastër, jemi të kënaqur. Është punuar bukur, rëra është e mirë, nuk është më si më përpara që rritë e ujshme. Ju këtë vit keni parë vrojtues plazhi? Jo, kullat i kemi parë, po vrojtues as kemi parë. Shiko, për mua s'është fare se unë di not. Edhe marrë dhe këtë, di not përse, po problemi e duhet ka fëmijë, ka një tjetër, ka shumë dhe duhet të jetë një. Po, më po neve kemi qenë ndryshe këtu në Vlorë, po Andrea nga veri u mbytën të tërë, ta zina snot, edhe ikin tutje, edhe në qikë ka batica dhe zbatica që nuk la din, po duhet se zbanë, po këta të moshu e qikon këtu të gjithë dinota, se që janë këja vlonjata. Fëmijët, duhet kujdes, ja prindre, qa do vi vrejtuesit të kujdes e fëmijë, kisha djalin këtu me gjithë, i kisha nga Suedia me gjithë nusën e 2 fëmijët. Ata rrinë që të 2 munuj. Fëmija, jetë fëmija kështu aji, pora, aji atë e zepaniku. Keni patur gjatë pushimeve raste që mund të keni parë që rizikoni? Jo, më përpara kam patur, më përpara kam djerë dhe vetë, po të shiz. Jam nga Vlora, që janë vlonjate, edhe kur dëgjoj që Andea tutje nga veriu mbyten bën, janë njerëz që akoma nuk kanë arritur të thonë që të keq fëmijë dhe si të sillesh. Se i lëm fëmijët edhe ikin. Vjetë që ku kishte tek këtu, si vjetë në ditë e parë sot, nuk u themi dot. Po ditë e parë, shikon? Kam një pastërti të bukur sot ne, është banja aty? Tanë më shumë. Vrojtuesi plazhi? Po është se, tashi, ta thash unë ande nga veriu, nuk duhen të dini, bëjnë fëmijët edhe i lëshojnë anës detit. Po mirë, ty këtu për shumë, në rast emergjente, kush mund të vinë përveç bashkëshortit? Po nuk vete kjo thellë, unë nuk shkoj se unë jam rritur, lindur këtu, po kur vim puna unë sprapsem, me frika është, po s'pate frikë e mbaruar. Duhet të vendosen vrojtuesit e plazhit? Duhet të ketë, edhe të ketë me llat, t'i pagojnë edhe të rinë, po këta më duket janë, marrin para edhe nuk rinë. Prania e vrojtuesit të plazhit është një kriter bazë për çdo biznes që ka një hapësirë plazhi në menaxhim dhe jo vetëm. Ndërkohë, në plazhet publike të menaxhuara nga Bashkia Vlorë, ekziston vetëm një tabelë që njofton se nuk ka vrojtues plazhi dhe vetëm kaq.